Alba vazhdonte të qante. Lotët nuk ishin më shpërthimi menjëhershëm, por rridhnin ngadalë të rëndë si pasojë e një dhimbjeje që nuk po gjente qetësi. Që nga momenti kur Stici kishte hyrë në shtëpinë e Big Brother Kosova, emocionet e saj ishin tronditur fuqishëm, por ajo që e goditi më shumë ishte mënyra se si Limi zgjodhi të sillej. Ajo e kishte parë gjithçka, e kishte parë kur Limi hyri, e kishte parë kur u drejtua pa hezitim drejt Bianit, e kishte parë puthjen, gjestin e qartë, zgjedhjen e hapur. Dhe e kishte ndjerë edhe më fort momentin kur, pas asaj puthjeje, Limi u largua, duke shkuar në një cep të shtëpisë i vetëm, pa i hedhur asnjë shikim të vërtet asaj. Për Albën, kjo ishte më e rëndë se çdo fjalë, as nuk më pa. Përshpëriti ajo me zë të dridhur, ndërsa fshinte lotët me duar që i dridheshin, nuk ishte vetëm fakti që Limi kishte puthur Bianin. Ishte fakti që Albën e injoroi plotësisht emocionalisht. Një shtrëngim duarshi i ftohtë, formal dhe pastaj asgjë. Asnjë përpjekje për të folur, për të sqaruar, për të treguar respekt për historinë që kishin ndarë. Alba u ul në divan, e mbledhur në vetvete. Syt i kishte të fryrë, fytyrën të zbehur. Trupi i saj tregonte qartë se ishte në një gjendje të rëndë emocionale. Banorët e tjerë e vëzhgonin nga larg, disa me keqardhje, disa me hutim. Por askush nuk dinte çfarë të thoshte. Në mendjen e saj, gjithçka përzihej, hyrja e Sticit, kujtimet e vjetra, shkënjimet, pritjet e pathëna. Dhe tani, kjo ftohtësi e Limit, kjo largësi që e bënte të ndihej e padukshme, pse erdhi nëse nuk kishte asgjë për të më thënë. Pyeste veten, ndërkohë, Limi ishte ulur vetëm, larg zhurmës. Qëndronte në një cep të shtëpisë, me shikimin poshtë, i menduar. Ai e dinte që sjellja e tij kishte pasoja. E dinte që zgjedhja për të puthur Bianin dhe për t'u larguar kishte qenë e fortë, ndoshta edhe ashpër. Por ishte një zgjedhje që ai e kishte bërë me vetdije, ai nuk donte skena. Nuk donte përballje emocionale. Nuk donte të hapte plagë që mendonte se ishin mbyllur. Por për Albën, ato plagë nuk ishin mbyllur kurrë, lotët e saj nuk ndaleshin. Ajo u ngrit dhe shkoi në dhomën e gjumit, duke u përpjekur të fshihej nga kamerat, edhe pse e dinte se kjo ishte e pamundur. U shtri në shtrat, u kthye nga muri dhe qau në heshtje, më dhem më shumë indiferenca se sa puthja, tha ajo më vonë në një moment rrëfimi. Sikur të mos kisha ekzistuar fare. Ky ishte thelbi i dhimbjes së saj, jo xhelozia. Jo humbja. Por ndjenja e pavlerësimit, banorët filluan të flasin mes tyre. Disa mendonin se Limi ishte treguar i ftohtë dhe i padrejtë. Të tjerë thoshin se ai kishte të drejtë të bënte zgjedhjen e tij. Por të gjithë ranë dakord për një gjë, Alba ishte ajo që po e vuante më shumë këtë situatë. Në një moment, ajo u përpoq të mblidhte veten. Doli sërish në ambientet e përbashkëta, me sytë ende të skuqur, por me një qëndrim më të fortë. Nuk i foli Limit. Nuk e pa as në sy. Por prania e tij vazhdonte ta rëndonte, ndërsa Limi, nga ana e tij, e ndjente këtë peshë. Heshtja e Albës ishte më e fortë se çdo akuzë. Ai e dinte se herët avon, kjo situatë do të kërkonte një përballje. Por atë mbrëmje, zgjodhi të qëndronte larg. Kjo ngjarje ndryshoi atmosferën në shtëpinë e Big Brother Kosova. Emocionet u tensionuan, marrëdhëniet u ndërlikuan dhe publiku pa një tjetër fytyrë të lojës, atë ku ndjenjat e vërteta përplasen me zgjedhjet e ftohta. Për Albën, kjo ishte një natë e vështirë. Një natë ku ajo kuptoi se disa njerëz nuk kthehen për të sqaruar, por për të vazhduar përpara, edhe nëse kjo lëndon, dhe për Limit ishte momenti kur u bë e qartë se çdo veprim ka një pasojë, sidomos kur përballë ke dikë që ende ndjen. Historia e tyre nuk ishte mbyllur. Por atë mbrëmje, në shtëpinë e Big Brother Kosova, Alba qau dhe Limi heshti. Dhe kjo heshtje foli më shumë se çdo fjalë.